grupet parlamentare, zonja Musliu e ka fjalën. Ulluni ju lutem deputetët dhe mbani qetësi. Zoti Mustafa, po pengoni zhvillimin e seancës, rrjedhën e seancës, ju lutem që tuleni. E nderuara kryetare e teatrit të prallave, zonja Albulea Nahaxhiu. Faleminderit Gane, jam e nderume. Një sqarim, kryetare, përderisa një ministre frustruar del dhe ju thot deputetëve, po tregoni prallave, ju nuk reagoni. Nuk keni drejt me qujtë të frustrume askënd. Kujdes fjalorin se të merret fjala. Gane. A mund vazhdoj, zonja Haxhiu? Nëse don me fol mere kohën tënde, po kujdes se si sillesh ndaj ministrave dhe ndaj deputetëve. Faleminderit. Me mundaru sa dush se kom problem fare. Të nderuar deputet të Kuvendit Republikës Kosovës. U bë e disa ta herë që po debatojmë për këtë temë, por pa asnjë rezultat. Digniteti i qytetarëve me këtë qeveri ka rënë për tokë. Sot në vendin tonë qytetari trajtohet vetëm teknikisht. Prandaj sot nuk duhet të flasim vetëm për kilovat, duhet të flasim për dignitetin e qytetarëve të këtij vendi. Sepse nëse për dikë këtu brenda sallës që është veshur me pushtet, energjia është statistik, është luks, për qytetarin është mbijetesë, është drita në shtëpi, është buka që gatuhet, është biznesi që mezi mbahet gjallë. Sot, qytetari i Kosovës po përballet me padrejtësi të mëdha. Po paguan shumë më shumë, pa e ditur pse. Po paguan shumë më shumë, pa e ditur si llogaritet fatura. Qytetari po paguan shumë më shumë, ndërsa qeveria po hesht. Vendimet për rritjen e çmimit të energjisë janë marrë pa transparencë të plotë. Faturimi shpesh është i paqartë dhe i pakuptueshëm për qytetarin mesatar, ndërsa institucionet përgjegjëse fshihen pas procedurave dhe terminologjisë teknike. E qytetari nuk jeton me procedura, jeton me paga reale, e paga nuk është rritur. Sa faturat, paga nuk mjafton as për bukën e thot, kjo është e vërteta. Nderuar kolegët e dashur qytetarë të Republikës Kosovës, sa herë që e kemi ngritur si shqetësim këtë temë, sa herë që kemi tërhequr vërejtjen se kjo keq menaxhim, kjo është e padrejtë dhe barë rënd për qytetarët, na është thënë se kjo është domosdoshmëri, se kjo është treg, se kjo është krizë globale. Por qytetarët me të drejtë shtrojnë pyetje shumë të thjeshta. Pse gjithmonë kriza përkthehet në fatura për ne? Pse gjithmonë barra bie mbi familjet tona? Pse nuk e ndjen kur shteti barrën para qytetarit? Sepse problemi nuk është vetëm energjia. Problemi është filozofia e këtij pushteti. Një pushtet që di të flas shumë, por nuk di ta mbrojë qytetarin kur duhet. Një pushtet që erdhi me premtime për drejtësi e që sot prodhon vetëm padrejtësi. Një pushtet që erdhi me retorik kundër varfërisë e që sot e ka rënduar jetën e qytetarit të zakonshëm dhe ka thëlluar varfërinë deri ku nuk mban më. Dhe këtu qëndron hipokrizia e madhe, sepse kur këta zotrit ishin në opozit, çdo rritje çmimi ishte krim. E sot kur janë pushtet, çdo rritje çmimi është e pashmangshme. Është krizë globale. E sot kur janë pushtet, çdo rritje çmimi është faj i dikujt tjetër. Sa herë rritet çmimi, rritet edhe kreativiteti i justifikimeve. Herë është tregu, herë është kriza, herë është e pashmangshme. Pra, gjithçka qenë ka e pashmangshme përveç përgjithësisë, sepse ajo gjithmonë shmanget. Dhe në këtë mënyrë keni krijuar modelin perfekt të qeverisjes moderne. Qytetari paguan, qeveria shpjegon dhe askush nuk mban përgjegjësi. Kjo nuk është politik, kjo është faturim me shumicë. Tregon a zotrotë çfarë ka ndryshuar? Realiteti i qytetarit apo komoditeti i pushtetit? Pa asnjë dyshim se kjo e dyta. Po ndjeni shumë rehat e shumë komod. Çdo të shtim e mbuloni me arsyetime politike. E unë sot jam këtu për të kërkuar përgjegjësi institucionale e jo arsyetime politike, sepse qytetari nuk e ngop barkun me justifikime.
qytetari po paguan faturat shtrejta dhe kur fatura bëhet e papërballueshme, atëherë shteti ka dështuar. Dhe kjo gjendje nuk është normale. Dhe të dashur qytetar, mos e pranoni këtë gjendje si normale. Nuk është normale që të punoni gjatë gjithë muajit dhe të friksoheni nga një faturë në fund të muajit. Nuk është normale që të mos kuptoni pse po paguani kaq shumë. Nuk është normale që askush mos jap llogari. Ne nuk do ta normalizojmë këtë padrejtësi, sepse shteti nuk është për t'ju rënduar jetën, është për t'ju lehtësuar atë. Dhe kur këtë nuk e bën, është detyrë jona e përbashkët të ndryshojmë situatën, sepse është interesante se si funksionon kujtesa në këtë sallë. Kur këta ishin në opozit, çdo rritje të çmimit të energjisë ishte dronë kombëtare. Ne e flenim mbi çmyr atëherë. Sot, kur janë në pushtet, e quajnë si proces teknik. Kur ishin në opozit, qytetarët ishin viktima, ndërsa sot kur janë në pushtet, qytetarët janë thjesht konsumatorë. Kur këta ishin në opozit, dilin bashkë me qytetarët në protesta për faturat e larta. Ndërsa sot, kur janë në pushtet, qytetari del fatkeqësisht vetëm, por jo për të paguar faturat, për të protestuar, por për të paguar faturat e larta të energjisë elektrike. Çfarë transformimi? Ndoshta problemi nuk ka qenë kurrë të çmimi, ndoshta problemi ka qenë kush e paguan politikisht atë çmim. Sepse sot, për çudi, gjithçka është bërë arsyeshme, rritja e çmimeve, mungesa e transparencës dhe mbi të gjitha heshtja e qeverisë. Madje, po filloj të mendoj se kemi hyrë në një epokë të re, ku sa më të larta faturat, aq më ulët përgjegjësia e pushtetit. Dhe kjo na shitet si inovacion politik, por qytetari nuk jeton me inovacione retorike, jeton me rroga që nuk ndryshojnë dhe me fatura që ndryshojnë çdo muaj, për mos më thonë çdo javë. Ky pushtet nuk menaxhon energjinë, ky pushtet menaxhon arsyetim.